që të quhet tamam Anila? Dietologe klinike. Dietologe klinike, eksperte e fushës. Do t'i bie shkurt. Do të flasim sot për shëndetin e zemrës dhe për të pasur një shëndet zemre sa më të mirë, duhet të kemi një dietë të kujdesshme, të ekuilibruar, por ku duhet bazohemi kryesisht? Antonet, kam pasur fatin të takoj mjekët më të mirë, kardiologët më të mirë të botëror, le të themi. Flasim për doktor Eselsin, për Dean Ornish, mjekët më të mirë të Harvard Medical School, të cilët natyrisht e kanë parë që vetëm pa ndryshuar stilin e jetesës, pra vetëm nëpërmjet mjekësisë, nëpërmjet ilaçeve, nuk mund të ndalojnë ose të parandalojnë rrezikun e madh të sëmundjeve kardiake. Ndaj është bërë një grumbullim, le të themi, ekspertësh, duke filluar me mjekët më të famshëm, kardiologët më të famshëm, duke vazhduar me instruktorët e palestrave, me dietologët klinik, por natyrisht edhe me ato ekspertë menaxhimit të stresit. Të gjithë së bashku për të parandaluar sëmundjet kardiake. Sëmundjet të cilat në fakt kanë bërë që të kemi lajme të këqija her pas here në media. Po, rreziku për sëmundjet kardiake tashmë është shumë i shtuar, le të themi. Dua të rikujtoj edhe diçka në shumë vite përpara, presidenti amerikan, një ndër njerëzit më të famshëm dhe më të fuqishëm botëror, le të themi, Bill Clinton, pati një infarkt kardiak. Dhe i gjithë stafi i kardiologëve të shtëpisë së bardhë dolën në një prezantim duke thënë që Bill Clinton ishte i destinuar sepse gjenetikisht ky kishte fatin që të kalonte një sëmundje kardiake. Dhe një ndër kardiologët më të famshëm, Dr. Dean Ornish, e kundërshtoi me forcë shumë të madhe duke i shkruar BBC-s një letër të hapur dhe duke i thënë që në fakt ne nuk mund të dënojmë me vdekje njeriu më të fuqishëm në botë, i cili me një shtypje të gishtit mund të shuaj vende të tëra në botë. Ne nuk mund t'i themi presidentit amerikan që ju jeni destinuar sepse gjenet tuaja ju predispozojnë për të pasur një sëmundje kardiake. Ndaj, çfarë bëri? Vendosi që presidentin amerikan ta rikthente në një regjim ushqimor shumë të shëndetshëm dhe në një stil jetese të shëndetshëm. Ne kuptojmë shumë mirë që presidenti amerikan nuk është se ishte një person që kishte ndaluar në fast foodin më të afërt për të konsumuar një fast food. Por ushqimi që ai konsumonte ishte i pasur me mishra, me yndyra të ngopura, dhe kjo gjë e penalizonte ose e shtynte atë predispozit gjenetike për të zhvilluar akoma më tepër. Dhe dua ta përmbyll për t'i rënë shumë shkurt, Dr. Dean Ornish thotë që ne jemi të aftë të ndryshojmë gjenet tona, që nëpërmjet një ushqyere korekte, nëpërmjet një stili jetese të shëndetshëm, ne mund të ndryshojmë dhe të parandalojmë një sër problematikash të sëmundjeve kardiake. Por, nëse bëjmë të kundërtën, kemi një keq ushqyerje, ne i ndryshojmë, por i ndryshojmë për keq. Pra, edhe në qoftë se kemi gjene të mira, nëse kemi gjene të këqija, ne mund t'i rregullojmë dhe t'i përmirësojmë. Nëse kemi gjene të mira, një stil jetese të pashëndetshëm, natyrisht bëjmë të kundërtën, kështu që ne duhet jemi të kujdesshëm se nga një anë edhe jo të gjithë dim se çfarë gjenesh kemi, nuk kemi të gjithë vendin e presidentit të Amerikës që të bëjmë një analizë të detajuar, kështu që e mira është në të gjitha rastet të jemi shumë të kujdesshëm, jo thjesht për mënyrën se si do të dukemi, që është edhe ajo një favor shumë i mirë, por edhe për mënyrën se si do të jemi nga ana shëndetësore. Kështu që le të flasim pak për disa prej ushqimeve të cilat e ndihmojnë shëndetin e zemrës. Atëherë, dietat më të rekomanduara sot për sot në botë, ato të cilat janë më favorizuese për të parandaluar sëmundjet kardiake, është dieta DASH. Dieta DASH është dietary approach to stop hypertension. Që të thotë dieta që ndalon, guida ushqimore e cila ndalon hipertensionin. Hipertensioni është një ndër shkaqet kryesore, le të themi, të infarkteve dhe të arresteve kardiake. Dhe pikërisht për këtë, dieta DASH është një dietë e cila është e bazuar kryesisht në fruta dhe perime, në konsumimin e frutave dhe perimeve, në frutat e thata, në konsumimin e pak vajrave bimor, le të themi jo më shumë se 2 deri në 3 lugë gjedhe në ditë në total, shtuar këtu, le të themi, frutat e pyllit dhe antioksidantët. 3 deri 4 kokra në vezë në javë dhe pak peshk, le të themi 2 deri në 3 herë në javë peshk. Shmangjen në mënyrë kategorike të mishit të kuq, shmangjen e kripës së tepërt, shmangjen e ushqimeve të procesuara, shmangjen
e bylmetit në mënyrë kategorike drastike le themi dhe në dietë ndash mund të konsumohet nga bylmetrat vetëm djathi pa yndyr, kosi pa yndyr dhe kefiri. Kjo dietë është për raste specifike kur ka probleme, apo për të parandaluar? Atëherë, dieta është për të parandaluar, por natyrisht dhe për të trajtuar të sëmurët të cilët kanë hipertension. Është dieta DASH e cila parandalon ata që kanë problematika në organizëm. Pra për ata që kanë vënë re që diçka nuk shkon fort mirë. Por, një regjim përsëri shumë i shëndetshëm është edhe dieta mesdhetare, e cila ndryshe nga dieta DASH, që është shumë strikte le themi, pra shmang në mënyrë kategorike edhe bylmetrat me edhe vezë 3-4 kokra. 3-4 kokra, 3-4 herë jo. Ne flasim për personat të cilët kanë një patologji dhe një patologji e cila nuk të falë, të themi të drejtën. Kështu që duhet të jemi të kujdesshëm që të ndjekim këshillat dhe ato çfarë ekspertët na kanë ofruar, le themi. Dieta mesdhetare është një dietë tjetër e cila është e bazuar kryesisht, le themi, kemi pak më tepër shtimin e yndyrnave të shëndetshme, duke futur të gjithë bylmetrat, por natyrisht bylmet pa krip, djatrat tjenë pa krip, ose me shumë pa krip, ose të lihen në ujë, pra shmangje ndoshta e djatrave të stazhinuar, të cilët kanë pak më shumë krip, dhe le themi përdorimin e vajit, ullirit, po dhe mishit me kujdes, mishit të bardhë, por gjithashtu edhe mishit të kuq të pa yndyr, le themi. Natyrisht, dieta mesdhetare përsëri përfshin shmangjen e ushqimeve të cilat nuk janë të shëndetshme për organizmin, flasim për ëmbëlsirat, për yndyrnat e ngopura, kriprat, sësia e kriprave të shtuara, pijet energjike, pijet me gaz, pijet me alkooli, domethënë. Alkooli, duhani, stili i jetesës, të gjitha janë favorizuese, le themi, për një jetë jo shumë të shëndetshme. Po, duke shtuar dhe një regjim tjetër që është plant-based diet, dieta e bazuar në bim. Dieta e bazuar në bim natyrisht ka shmangje në mënyrë kategorike të gjitha llojeve të mishrave, të gjithë produkteve të cilat kanë yndyrë ose origjinë shtazore. Të gjitha këto produkte në sfond duhet të shmangen. Dhe kjo dietë është e bazuar në bim dhe kryesisht tek bishtajorët, fasulat, bishtajet, mashurkat janë një zëvendësues për ato shumë e mirë. Unë në fakt jam tek dieta mesdhetare. Ajo është ajo e cila përshtatet sikur të fryn pak. Po, mund të ndodhi që të fryn, po gjithashtu edhe lakëristat mund të jenë një tjetër element. Pra, dieta, le të themi, plant-based diet është e bazuar në bim kryesisht, në fasule, në thjerza, në bishtajore, në mashurka, në lakërishtet kryesisht dhe në marrjen e antioksidantëve nëpërmjet frutave të pyllit kryesisht, borenicave, manaferave, luleshtrydheve, pra për një rigjenerim të, le të themi, organizmit në total. Natyrisht dieta DASH ka treguar një rritje dhe një fuqizim të muskujve të zemrës dhe duke pasur antioksidant dhe duke mos qenë e ngarkuar në yndyrna jo të shëndetshme, le të themi, të jep mundësinë për të pasur një rigjenerim dhe një përmirësim të hipertensionit, një që është ndër shkaktarët, le të themi, kryesor të infarkteve të ndryshme ose të arresteve kardiake. Në raste problematike si ato që tham, dhe që duhet të ndjekim dietën DASH, ka një afat kohor që ndiqet si dieta, apo duhet ta kthejmë në regjim ushqimi atë si dietë, pra në mënyrë të vazhdueshme? Një person i cili ka gjenetikisht prirje për të pasur sëmundje kardiake, ose është i diagnostikuar me probleme kardiake, natyrisht duhet jetë shumë i kujdesshëm gjatë gjithë jetës së tij për të pasur një mënyrë ushqyerje korekte dhe një stil jetese shumë të shëndetshëm. Jo vetëm ushqyerja që është shumë e rëndësishme, pra natyrisht duhet të shmangi yndyrnat e ngopura të cilat çojnë ndoshta në shfaqjen ose në rritjen e niveleve të kolesterolit të keq në gjak, por gjithashtu edhe në mos qarkullimin e mirë të gjakut, duke krijuar ato pllakat, aterosklerozën, e cila është shumë e dukshme dhe shumë e prezente në rastet kur ne konsumojmë yndyrna të ngopura, por edhe sheqeri në rastin kur merret me tepëricë ka tendencë për të konvertuar në glikogjen në muskujt tonë dhe më vonë për të kthyer në yndyrë. Pra nuk është të thënë që ti do të konsumosh vetëm ushqime të cilat përmbajnë yndyrë dhe kjo yndyrë të shfaqet në organizmin tonë, por edhe sheqeri në një farë mënyrë, alkooli po ashtu, mund të jetë një, le të themi, favorizues i sasisë yndyrës në enët tona të gjakut. Përsa i përket yndyrave bimore të cilat i vlerësojnë, që thonë vaj ullirit nuk është problem,
vaj që kanë frutat e thata si arat, bajamet, ose avokado. Tani këto kanë një yndyrë që deri diku nuk është e rëndë, por duhet kemi shumë kujdes me masën. Yndyrat, ashtu siç është yndyra me origjinë shtazore, siç mund të jetë e dëmshme për organizmin tonë, nganjëherë edhe yndyrnat nga bimët nuk janë shumë të shëndetshme. Le të themi yndyrat e përftuara nga lule diellit, nga faret e lule diellit, nga soja, nuk janë shumë të shëndetshme sepse përmbajnë acide yndyrore omega 6, të cilat shpesh herë lidhen me inflamacionin në organizëm. Por le të themi që yndyra më e shëndetshme që ne sot për sot njohim është ajo e bazuar tek vaji i ullirit extra i virgjër, i cili na ofron vërtet një yndyrë shumë të shëndetshme, por gjithmonë duhet kemi parasysh që sëmundjet kardiake lidhen dhe me peshën dhe obezitetin, dhe nëse ne abuzojmë me sasinë e yndyrës që ne marrim, patjetër që kjo yndyrë, edhe pse është e shëndetshme, mund të bëhet e pashëndetshme në organizmin tonë. Pra, ne nuk duhet të kalojmë më shumë se 1 deri në 2 lugë vaj ulliri në ditë, duke pasur parasysh që një lugë vaj ulliri ka diku 70 kalori. 2 lugë janë 140 kalori, që nuk është shumë e lehtë për t'i tretur. Instruktori i palestrës na tregoi ushqime, por për të tretur ato kalori nuk duhet shumë punë, le të themi. E vërtet. Do të vazhdojmë në fakt tani lajm bisedën, por fillimisht kemi një hapësirë publicitare. Jemi rikthyer në studio miq, jam përsëri me Anila Kadeshin, duke folur për shëndetin e zemrës, dhe për të pasur një shëndet sa më të mirë të saj, duhet të konsumojmë ushqimet e duhura. Her pas here të ndjekim edhe dieta specifike, të cilat do të përmirësonin problematika të caktuara që mund të kemi në lidhur me zemrën, apo jo. Folëm për 3 dieta. E para ishte ajo dieta e dashit, dieta dash? Po, dieta e dashit. Dieta dash e cila nuk të lë të hash mish dashi. Dietary approach. Ka asnjë lloj mishi. To stop hypertension. Po, edhe që ishte paksa më drastike, le të themi. Mua të paktën ashtu mu duk, se as mish, as produkte e bulmeti, pak e vështirë për tu mbajtur. Po ndërkohë, pasi treguam për 3 llojet e dietave dhe për ushqimet në përgjithësi, le të fokusohemi ndoshta edhe tek disa suplemente që do të sugjeroheshin, që të merreshin për shembull në raste. Në rastin e suplementeve, natyrisht le të themi që omega 3 është një element shumë i mirë i cili ndihmon në problemet kardiake, por unë preferoj që çdo gjë le të jetë organike, le të jetë nga tavolina jonë. Pra, në rastin mos të vinë në mënyrë sintetike, në mënyrë të procesuar, të përpunuar. Do të ishte shumë më e mirë që një ushqyerje korekte do të ishte zëvendësuese ideale vitaminave dhe mineraleve. Omega 3 tek peshqit? Omega 3 kryesisht tek peshqit që gjenden në ujërat e ftohta. Ato peshq janë vërtet shumë të shëndetshëm për të konsumuar, pasi ndihmojnë mjaft mirë në mos përkeqësimin e problematikave shëndetësore, kryesisht sëmundjeve kardiake, por natyrisht edhe e furnizojnë me yndyrna të shëndetshme organizmin. Kam një kuriozitet, Anila, se më dole fiks. Nuk e di, po kam vënë re që në rrjet, sidomos në Instagram, është përhapur një informacion që sardelet janë ndër peshqit më të shëndetshëm për ne. Edhe madje i sugjerojnë edhe në formë që të konsumon të gjitha. Po, në të gjitha format. Sardelia është një nga ushqimet më të mira, kam dëgjuar, edhe nga peshqit më të sugjeruar. Është e vërtet apo është thjesht një sensacion i rrjetit që Jo, është vërtet që është një peshk shumë i mirë, ndikon mjaft mirë për personat të cilët kanë probleme me kalciumin, dhe natyrisht konsumimi edhe atyre halave të vogla të sardeleve, të cilat nuk janë të dëmshme për organizmin, natyrisht janë ndihmuese shumë të mira për të dhënë një sasi të kalciumit të duhur. Siç tham, sugjerohet që vitaminat e këto të merren nëpërmjet ushqimit. Nëse ne kemi një regjim ushqimor të balancuar, nuk është se kemi të nevojshme ndoshta të konsumojmë suplemente. Suplementet zakonisht merren në rastin kur ne kemi deficienca të tyre, dhe kjo ndodh si një, le themi, mos përthithje e mirë nga azorët, do të thotë që ne kemi të dëmtuar azorët tona. Kështu që është shumë e mirë të rikthejmë florën tonë bakteriale, zorën tonë, sistemin tonë tretës, ta rikthejmë në gjendje optimale për të pasur përthithjen shumë të mirë të këtyre suplementeve që merren kryesisht nga ushqime. Pra vitaminat dhe mineralet do të ishte shumë e mirë që ne t'i përftonim nga
ushqimet. ushqyerje korekte. Siç janë edhe ato që mund të... Në këtë fotografi, natyrisht janë specat të cilët përmbajnë vitaminë C, selinoja, majdanozi, le themi shegët të cilët kanë antioksidant, antocianinën e cila është një antioksidant shumë i fuqishëm, sidomos për sistemin ton kardiovaskular, karotat të cilat përmbajnë beta-karotenin, vitaminën A e cila përsëri është një ndihmuese shumë e mirë, brokoli, lule lakra, fare chia dhe salmoni, i cili përsëri përmban acidet yndyrore omega-3 shumë të rëndësishme. Sardelet ku janë? Sardelet ishin për kalciumin e tham, limoni i cili është një estragigent shumë i fuqishëm, le të themi, dhe ndihmon lakra Bruxelles janë ato? Këtyre, po, lakrat e Brukselit, natyrisht të gjitha lakërishtet janë, le themi, fantastike për sistemin kardiovaskular, gjithashtu shpargu shumë i mirë, mollët jeshile janë shumë të mira, të gjitha perimet jeshile natyrisht kanë bazën shëndetse, vërtet. Të gjitha... Nuk e di pse këto kohë unë me të shtimën. Janë të gjitha disa prej ushqimeve të cilat sugjerohen për të pasur një shëndet shumë të mirë të zemrës. E thashtë më përpara, dieta mesdhetare i përfshin të gjitha ushqimet. Është fituesja për sot. Është fituesja, le themi jo vetëm për sëmundjet kardiake, por për të gjitha patologjit është një ndihmes shumë e mirë për të ushqyer shëndetshëm, pa pasur problematika në organizëm. Dhe një ndihmes tjetër shumë e mirë është kur merr informacione nga ekspertë të fushës, si në rastin tënd Danila. Kështu që faleminderit që ishe me ne në Ejat e Ne. Është momenti tani miq të kalojmë në një rubrik tjetër. Nuk ka lidhje me shëndetin këtë herë. Do të kthehemi tek pamja, se e lam pak pas dore. Linja për Ivën.